Për disa javë një burr i quajtur John vuajti nga kafshime misterioze që shfaqeshin çdo mëngjes, duke lënë lëkurën e tij të kuqe dhe të kruhej në mënyrë të pakontrollueshme. Ai mendoi se ishte një infekcion i zakonshëm i cicmicave të shtratit, por kur mjekët më në fund zbuluan të vërtetën, zbulimi i tmerrshëm la të gjithë në shok. Çfarë krijesash të padukshme po ushqeheshin me Johnin natë pas nate, dhe pse as specialistët e dezinfektimit nuk mund t'i gjenin. Historia e tij zbuloi një parazit kaq të rrezikshëm saqë tani po alarmohen ekspertët në të gjithë botën. Për disa javë, John jetoi sikur në një makth. Çdo mëngjes ai zgjohej me njolla të reja të kuqe në krah, qafë dhe trup. Kruajtja ishte pothuajse e padurueshme dhe ishte një kujtesë e vazhdueshme se diçka po zvarritej në lëkurën e tij gjatë natës. Ai provoi gjithçka, përfshirë larjen e çarçafeve me ujë të nxehtë, pastrimin me fshesë me korrent në çdo qoshe, spërkatjen me insekticide pa recetë. Megjithatë, kafshimet vazhduan të shfaqen dhe ai ishte i sigurt se ishin cimica shtrati. Çfarë tjetër mund të ishte? Pas një tjetër nate pa gjumë, Johni qëndroi pranë shtratit të tij duke parë dyshekun sikur të ishte një armik. Ai tërhoqi ngadalë çarçafët, duke kërkuar shenjën më të vogël të lëvizjes. Asgjë nuk ndodhi. As insekte të vogla, as njolla gjaku, as të kurrë të rënë. Kjo po e çmente. Ai filloi të bënte kërkime në internet, duke shpesuar të konfirmonte dyshimet e tij. Çdo kërkim çonte te i njëjti fajtor, cimica e shtratit, nga metodat e rekomanduara për zbulimin e tyre si inspektim i dyshekëve, kontrolli i qepjeve të mobiljeve, vendosje e kurtheve, asgjë nuk ndihmoi. Nëse do të ishin cimica shtrati, ai do të kishte gjetur ndonjë provë deri tani. Një natë, në një përpjekje të dëshpëruar për t'i kapur në flagrancë, Johni vendosi kamerën e telefonit të tij për të filmuar shtratin e tij ndërsa ai flinte. Ai e pozicionoi atë me kujdes duke u siguruar që jastëkët e tij dhe gjithçka rreth tij të ishin qartësisht të dukshme. Ai shkoi në shtrat duke u ndjerë i sikletshëm, por i vendosur. Mëngjesin tjetër ai rishikoi pamjet. Për orët e para asgjë nuk ndodhi, por rreth orës 3 të mëngjesit ai vuri re diçka të çuditshme. Batania e tij lëvizi pak, sikur diçka po lëvizte nën të. Ai nuk mund të dallonte asnjë kontur, vetëm një vallëzim të paqartë. Por kur ndaloi dhe zmadhoi, ai nuk pa as insekte, as mis, as gjë të njohur. Vetëm një ndjenjë shqetësuese se diçka vërtet ishte aty, thjesht shumë e vogël ose shumë e shpejtë për t'u parë. Por atë ditë, Johni thiri kompaninë e dezinfektimit. Ai kishte nevojë për profesionist. Kur specialisti, një burr në moshë të mesme i quajtur Anders, arriti, ai dëgjoi me durim ndërsa Johni përshkruante problemin. Anders tundi kokën me mendueshmëri duke mbajtur shënime në bllokun e tij, pastaj vuri doreza dhe filloi një inspektim metodik të dhomës së gjumit. Ai shëndriti një elektrik dore përgjatë çdo qepjeje të dyshekut, çmontoi kornizën e shtratit, shikoi pas mbështetëses së kokës përgjatë parvazeve dhe madje ekzaminoi qilimat. Një orë më vonë, Anders tundi kokën. Nuk gjej asnjë shenjë të cimicave të shtratit, tha ai, duke u vrejtur në konfuzion. A jeni sigurt që kafshimet ndodhin natën? Johni fërkoi pjesën e pasme të kokës. Po, zgjohem me plak të freskëta pothuajse çdo mëngjes. Kruhem tmerrsisht. Duken si kafshime cimicash shtrati. Çfarë tjetër mund të jetë? Anders shpërëtiu dhe ngriti dorën për të gërvishtur nofullën. Nuk e di. Ndonjëherë njerëzit i ngatrojnë kafshimet e insekteve të tjera me kafshimet e cimicave të shtratit. Mund të jenë pleshtat. A keni ndonjë kafshë shtëpiake? Jo, tha Johni, zhgënjimi i dukshëm në zërin e tij. Unë jetoj vetëm, nuk ka kafshë shtëpiake, nuk kam dalë jashtë kohët e fundit, vetëm këto kafshime që thjesht nuk zhduken. Anders e shikoi me dëmshuri. Unë mund të vendos disa kurthe profesionale, të shohim nëse kapim diçka. Nëse ju pengon, do t'i lë gjatë natës dhe do të kthehem nesër. Johni pranoi. Ai ndjeu një shkëndij shprese. Ndoshta kurthet e Anders do të konfirmonin praninë e cimicave të shtratit dhe ata mund t'i hiqin qafe ato. Atë natë ju përpoqte të flinte përsëri, duke ditur që kurthet ishin vendosur. Por kruajtja, si gjithmonë u kthye. Të nesërmen Anders u kthye dhe kontrolloi kurthet e tij.
Ai tundi kokën në hutim, asnjë kapje. Këto kurthe janë të dizajnuara posaçërisht për të tërhequr cimicat e shtratit. Nëse do të ishin këtu, do të kishin parë të paktën një deri tani. Ai i nguli syt tek Gjoni duke ngritur vetullat. Unë mund t'ju rekomandoj të shkoni te një dermatolog, mund të jetë një gjendje lëkurës që i ngjan kafshimeve të insekteve. Shpatullat e Gjonit u lëshuan, gjë e fundit që ai donte ishte një tjetër rrugë pa krye. Por ai bëri një takim tek dermatologu, Dr. Harry, ekzaminoi vendet e kafshimit, mori një biopsi të një zone të inflamuar dhe premtoi të raportonte rezultatet. Ndërkohë ai përshkroi një krem për të lehtësuar kruajtjen. Për një moment të shkurtër Gjoni mendoi se ndoshta ishte e gjitha në kokën e tij, por shenjat ishin aq të qarta dhe kruajtja e natës ishte pa shmangshme. Ai u kthye në shtëpi në një humor të keq. Ai donte të provonte kremin, të priste rezultatet e testit dhe të shihte nëse kafshimet do të mbeteshin. Kur doktori e thiri përsëri, ai kishte kafshime të reja në kyçin e dorës dhe nën krah. Zëri i dermatologut në telefon tingëllonte kujdesshëm. Biopsia juaj tregoi një reakcion inflamator tipik të kafshimeve të insekteve. Nuk ka asnjë tregues se kjo është shkaktuar nga një sëmundje dermatologjike. Diçka po ju kafshon Gjon. Ai ndjeu një të ftohtë. Atëherë pse nuk mund t'i gjej askush? Pati një pauzë. Unë do të doja t'ju rekomandoja një entomolog, një specialist në identifikimin e insekteve. E di që kjo tingëllon e pazakont, por ne mund të kemi të bëjmë me diçka më pak të zakonshme se cimicat e shtratit. Unë kam një koleg të konsultohet her pas her për rastet e errta mjekësore si ky. Nëse nuk ju pengon, unë mund të caktoj një takim, sugjeroi doktor. Gjoni pranoi megjithëse ideja që problemi i tij ishte aq i pazakontë sa që kërkonte përfshirjen e një specialisti e bëri atë të ndjehej i shqetësuar. Një javë më vonë, ai u takua me Dr. Chang, një entomolog i njohur për konsultimet e tij për raste të rralla. Doktori e përshëndeti atë me një ton të qetë dhe qetësues. Unë e kuptoj që keni kaluar një sprov të vështirë, tha ai, duke parë shënimet që Dr. Harry kishte dërguar. A jeni sigurt se kjo ndodh vetëm në shtëpinë tuaj? Gjoni tundi kokën. Nuk marr kur kafshime të reja, kur kaloj natën në shtëpinë e prindërve të mi, apo edhe kur kaloj natën në shtëpinë e miqve. Kjo ndodh vetëm në dhomën time të gjumit. Dr. Chang anoi kokën me interes. Kjo sugjeron se burimi është i lokalizuar. Nëse nuk janë cimicat e shtratit, mund të jenë diçka krejtësisht tjetër. Le t'i hedhim një vështrim të afërt mjedisit në të cilin flini. Ai nxori një çantë të vogël, e cila përfshinte lenta zmadhuese, tuba provash dhe rrëshqitje mikroskopi. Kthyer në apartamentin e Gjonit, Dr. Chang ekzaminoi ngadalë me metodat e tij, tishekun, shtratin dhe kornizën duke përdorur një llampë, koke dhe lupë. Ai mori mostra të vogla pluhuri dhe fijesh nga qepjet e dyshekut dhe i mbylli me kujdes në shishe. Ai madje mblodhi disa nga kornizat e drurit të shtratit në një qese mostrash. Gjatë gjithë procesit ai foli shumë pak, vetëm tunte kokën her pas her. Gjoni e vëzhgoi atë me kujdes. Ai vuri re se Dr. Chang u tendos pak. Kjo ndodhi kur entomologu ngriti qoshen e dyshekut dhe ekzaminoi pjesën e poshtme të tij. Dr. Chang u vret dhe solli lupën më afër, pastaj mori shpejt një mostër. Fytyra e tij ishte e zbrazët, por Gjoni ndjeu se diçka ishte gjetur. A keni parë diçka? Pyeti Gjoni, zëri i tij dukej më urgjent nga sa kishte ndërmend Dr. Chang, shtrëngoi buzët. Nuk jam shumë i sigurt. Kam vënë re diçka të pazakontë, më duhet të analizoj mostrat në mikroskop. Le të mos nëncitojmë në përfundime ende. Zemra e Gjonit u lëshua, një tjetër pritje, një tjetër natë pasigurie. Por ai kuptoi nevojën për thellësinë. Dr. Chang u largua me mostrat e tij duke premtuar se do telefononte sapo të kishte ndonjë përgjigje. Atë natë Gjon u largua nga dhoma e tij e gjumit për sigurinë relative të divanit të dhomës së ndenjës. Ai u mbulua me batanie të sapolara, duke u kapur pas shpresës se largimi nga shtrati do të bënte të ndihej më mirë. Por kur u zgjua zemra i ra, kafshime të reja dhe njolla të kuqe u shfaqen në kyçin e këmbës. Stomaki i tij u shtrembërua, ndërsa fërkoi lëkurën e irrituar. Dhe atëre kuptoi çfarë do të ishte që po përhapej. Nuk ishte i kufizuar në shtratin e tij. Ai ndjeu se ishte e pandalshme.
Ndërsa po mendonte se çfarë të bënte më pas, telefoni i tij ra. Johnny e kapi telefonin, ishte Dr. Chang. Zëri i tij në linje ishte i mprejtë dhe urgjent. John, duhet të vish në laboratorin tim menjëherë. Urgjenca në tonin e tij e bëri stomakun e Johnit të shtrembërojë edhe më shumë. A është diçka e keqe? Pyeti ai. Mezi ndëgjohej. Do t'ju shpjegoj gjithçka kur të arrini, u përgjigj doktori. Rrugës për në laborator, Johnny po mendonte me ethe. Po llëmbët e tij ishin të djersitura në timon dhe mendja e tij po kalonte skenaret më të këqija. Kur hyri në laboratorin e vogël, steril, nervat e tij ishin në kufi. Dr. Chang e përshëndeti atë me një tundje koke të shkurtër, shprehjeti e zymt në mënyrë të pazakontë. Ai tregoi tryezën ku qëndronte një filxhan i vogël në një mikroskop të fuqishëm. Këto janë monstrat që morëm nga dysheku juaj. Shikoni vetë se çfarë gjetëm, tha Dr. Chang. Johnny u përkul, duke ngulitur syt përmes okularit. Kur e kuptoi se çfarë po shikonte, ai bërtiti. Në fillim Johnny pa ato që dukeshin si hendeqe të pluhurosura dhe fibra pluhure. Pastaj i vuri re figura të vogla të krijesave më të vogla se koka e një gjilbëre. Ata kishin trupa të gjatë, të hollë dhe disa palë këmbë. Ata nuk ishin të rumbullakët dhe të kuqremt, si cimicat e shtratit. Ata ishin të hollë dhe të shpejt, pothuajse si krimba në pamje, me gjymtyr të vogël. Çfarë është kjo? Johnny u tërhoq zëriti mezi ndëgjueshëm. Dr. Chang u përkul më afër enës, vetullat e tij të rrudhura në përqendrim. Ai rregulloi syzet e tij, zëriti i qetë dhe i qëllimshëm. Ne e kemi identifikuar specien, filloi ai. Toni i tij duke mos lënë vend për dyshim. Triatoma infestans, quhet. Zemra e Johnit të lëshua, çfarë është kjo? Doktori shpjegoi se është një parazit që gjendet zakonisht në Amerikën e Jugut. Ata janë të njohur për zakonet e tyre agresive të ushqyerit dhe aftësinë për të përshtatur në mjedisin e tyre. Ata ushqen me lëngje trupore dhe kafshimet e tyre janë të ngjashme me cimicat e shtratit. Johnny ndjehu një shtrëngim në gjoks. Sa të rrezikshëm janë. Zëri i doktorit ishte i prerë, shumë. Ata mund të shkaktojnë infeksione të rënda të lëkurës, reaksione alergjike dhe madje sëmundje sekondare që mund të transmetohen përmes përshtypjes së tyre. Ata nuk ju kafshojnë thjesht, ata folezojnë dhe shumohen në të çarrat e kornizës së shtratit tuaj, ndoshta edhe në mure. Çdo natë ata dalin për të ushqyer. Ata janë pothuajse të padukshëm për syrin e lirë dhe kafshimet e tyre imitojnë reaksionin e cimicave të shtratit. Kjo është arsyeja pse të gjithë u mashtruan. Johnny ndjoi një val në uze, por si kanë ardhur këtu? Pyeti ai, duke përpjekur me të gjitha forcat të ruante qetësinë. Dr. Chang tundi kokën, mund të ketë qenë lidhur me mobilje të importuara ose një pako të dorëzuar nga jashtë. Ndonjëherë këto organizma udhëtojnë fshehurazi me mallra, por ne duhet të veprojmë shpejt. Unë do të thras një ekip të specializuar. Më vonë atë mbrëmje, Johnny qëndroi në qoshet të dhomës së tij të ndjenjes, kur një grup i vogël ekspertësh me veshje mbrojtëse hyn në dhomën e tij të gjumit. Dr. Chang i vëzhgoi ata nga korridori, duke treguar se ku kishte marrë mostra. Ekipi arriti të shkatronte pjesën më të madhe të kolonisë duke përdorur një kombinim metodash, duke përfshirë trajtim intensiv me nxehtësi dhe një zgjidhje të specializuar të importuar nga një laborator i avancuar kërkimor. Ishte një proces i mundimshëm dhe ankthues, por në fund ata e shpallën infeksionin e zhdukur. Kur Johnny më në fund u kthye në apartamentin e tij, ai u ndjej sikur ishte në një vend të ri. Shtrati u zëvendësua, muret u riparuan, të gjitha sipërfaqet u sterilizuan. Tani gjithçka ishte e sigurt. Një javë më vonë, Johnny u takua me Dr. Chang në laborator për një intervistë përfundimtare. Ai shpjegoi se krijesat kishin gjasa të ishin sjellë përmes mobiljeve të importuara që Johnny kishte blerë në një depo me zbritje disa muaj më parë. Larvat u përshtatën me kushtet e jetesës njerëzore, u shumëfishuan shpejt dhe ushqeheshin me to çdo natë. Ishte një lloj i ri paraziti që tani do të alarmonte ekspertët në të gjithë botën. Mund të ketë ndryshime në procedurat e inspektimit për mallrat e caktuara të importuara. Historia e Johnit është një tregim i frikshëm dhe paralajmërues se si speciet e huaja, veçanërisht parazitës si Triatoma infestans, të njohur ndryshe si kafshuesi i puthjes apo kissing bug, mund të udhëtojë fshehurazi në përballë përmes zinxhirëve global të furnizimit. Mësimi kryesor është se jo gjithmonë problemet janë ato që duken dhe ndonjëherë duhet thelluar shumë për të zbuluar të vërtetën.
Tani ju pyesim juve. A mendoni se kontrollet e produkteve të importuara duhet të jenë më të rrepta, veçanërisht për mobiljet dhe mallrat e përdorura? Dhe çfarë do të bënit nëse do të zbulonit se kafshimi që ju kruhet nuk është nga një insekt i zakonshëm, por nga diçka krejtësisht e panjohur dhe e rrezikshme? Ju lutemi na tregoni mendimet tuaja në komente.